Hoxha Hasan Tasini ka lindur në vitin 1811 në fshatin Ninat në Çamri. Ani pse njihet me mbiemrin Tasini, mbiemrin e vërtet e ka Hoxha, rrjedh nga një familje e arsimuar dhe me tradita dhetare. Baba i tij Osmani ishte gjykatës në burime turke, përshkruhet si dietar i shquar dhe intelektual me kulturë të gjerë për kohën. Më pas me familje kalojnë në Shkodër, ku baba i tij Osmani ishte ftuar në cilësi të mësuesit të Mustafa Bushatliut, i cili udhëhiqte kryeqendrën e pashallëkut të Bushatlinjve. Mësimet e para i merr nga babai në Shkodër, për të vazhduar pastaj me një medrese të njohur në fshatin e Pandelejmonit afër Ninatit, ku mësimdhënës ishte Muhamet Kyçyku Çami. Më pas, për shkak të punësimit të babait të tij si ndihmës gjykatës dhe myderriz në Berat, kalojnë për të jetuar në këtë qytet, ku nuk do të qëndrojnë gjatë. Babai i tij do të vdeste pas disa viteve dhe Hasani bashkë me nënën, vëllain dhe motrën do të ktheheshin në fshatin e tyre në Ninat. E në këtë të fundit nuk do të qëndronin gjatë, sepse Hasani do të merrte udhë për dije në Stamboll, ku do ta kryente medresen e njohur, medresen e Fatihut. Përgatitjen dhe formimin e tij profesional, Hoxha Hasan Tasini do ta bëj duke ju falendëruar fillimisht Zotit e më pas shkollave ku mori mësime. Kreu medresen Fatih në Stamboll, por nuk mjaftoi vetëm atë. Ishte shkolluar edhe në Francë për shkenca eksakte. Në të vërtetë, shkollimin në Francë e kishte bërë me iniciativen dhe mbështetjen e Shtetit Osman. Hoxha Hasan Tasini do të qëndronte në Francë për disa vite. Bashkës të tij në veprat e tyre theksojnë se ai kishte mësuar në mënyrë perfekte frëngjishtën dhe ishte thelluar në fizik, matematik, kimi, biologji, filozofi, psikologji e shkenca tjera. Gjatë kohës sa qëndronte në Paris, Hoxha Hasan Tasini ishte ngarkuar me detyrën e imamit në ambasadën e Perandorisë Osmane atje. Këtë detyrë do ta kryente për disa vite. Pas kthimit, atij ju besua hapja e universitetit të parë, vendimi për të cilin ishte marrë qysh në vitin 1866. Sigurisht se Perandoria Osmane kishte edhe dietarë dhe shkencëtar tjerë, por Hoxha Hasan Tasini ishte i veçantë.